I besuan të njëjtin gjë që Bayern Muniu të vit, I besuan Nuri Sahin, një eksperiment shumë I guximshëm, ha. Pa diskutim. Fakti që ai dështoi, u largua etj tregoi që lëvizja e gabuar. Mirë Sebastian Kell, që është, si thua, drejtori sportiv I klubit. Por si e bëri presidenti? Vacke. Joachim Vacke është, po themi, është një mini Hënes. Pikërisht. Apo jo, është një drejtues me shumë eksperiencë. Nuk e di kush Woodward për shembull tek Manchester nuk mund të bënte gabime të tilla. Okej, I ka bërë gjëra të tjera, po jo gabime të tilla. Jo. Shikoj në zgjedhjen e trajnerit nuk keni bërë gabime. Ja, okay. Gjithçka kemi bërë gabime, në të gjitha, në çdo komponent të klubit, jo të ekipit, klubi. Mirë, por ju nuk shqiuni gaboni, seriozisht, sa I përket menaxhmentit. Po pra, ndaj ka bërë shumë çudi, Bayerni. Mua më duket sikur Vacke dhe Rumenige ose Hënës, le të themi, bën një telefonat me njëri tjetrin dhe thanë që ne këtë vim të dyja palët do provojmë një trajner të ri, edhe pse kompani ishte I provuar, por me Burnley ishte provuar, nuk është se jo, radhë një kategori më poshtë, se ta merrje nga Premier Liga, dakor, e kuptoj. Një trajner nga Premier Liga.